Ato që jam mënon për krejt, edhe ata që kanë mundësi dhe dinë me përdor teknologjinë, edhe ata që kanë vështirësi. Administrata tatimore është e hapun 24/7 në mënyrë elektronike, po edhe fizikisht është prej 8 deri në 4 është e hapun për tatim pagus, edhe unë e kisha shfrytzu rastin edhe momentin që mi bo thirrje gjithë tatim pagusve që mos me hezitu, po aty ku kanë dilema ose kanë vështërsi në përmbushje të detyrimeve, me ju drejtu administratës. Dhe më thonë, pra po thëmë në aspektin elektronik, jemi të hapun 24/7, çdo kërkesë pranohet, çdo pyetje pranohet prej ATK-s, ndërkohë që në fizikisht jemi 8/4 në dispozicionin e tatim pagusve, mos të hezitojnë, i presi mirë. Ashtu qysh e përmendit tashmë veç e kemi edhe qendrën e shërbimit të tatim pagusve në qendër të Prishtinës, që është shumë ma lehtë e qasshme prej tatim pagusve, me qenë se nuk kanë nevojë ndoshta për transport, e kanë shumë ma të lehtë me ju qasë ATK-s, po na po shpresojmë edhe po punojmë në atë drejtim që në qendër të shërbimit me u drejtu vetëm për me u eduku, po ndërsa krejt shërbime tjera me i marrë online, me i marrë në mënyrë elektronike, edhe jo me pas nevojë ndoshta tatim paguesi me prit ose me u detyru fizikisht me shku në shërbim për me mujt me marrë një shërbim të caktuar.